Mes lagunës së Kunevajinit dhe asaj të Patokut ndodhet një prej perlave bregdetare në Lezhë. Bëhet fjalë për Talen, një zonë që vite më parë nuk ishte shumë e njohur, por me kalimin e kohës po tërheq vizitorë të shumt. Bëhet fjalë për një vijë bregdetare rreth 6 kilometër të gjatë, me hapësira të bollshme ranore. Zgjidhet për qetësinë, rërën kurative, si dhe ujin e kristalt. Nuk vijnë vetëm nga zonat përreth, por edhe nga rajoni, ndërsa vitet e fundit vjet e re se harta e turistëve është zgjeruar edhe me të huaj nga shtete të ndryshme. Pushuesit veç natyrës e kushteve vlerësojnë edhe çmimet e lira. Shumë mirë, shumë mirë. Çfarë ka dyqan? Ka pastërti, ka në pëlqej kjo rregull, ujë mirë. Diçka në rregull. Kjo duket plazhi i Talet. Plazhi për bukuri. Ju nga keni Me Zotit që e ka falë. Në Prishtina. Pse zgjeni plazhin e Talet? Po hera e parë që ka marrë. Përdryshe çdo vetën shëngjin. Plazhi i Talës është një vend shumë i bukur, i qetë. Çka të them tjetër, e ka plazhin e mirë. Deti i mirë, i pastër. Këtu turizmi po merr hovë me kalimin e kohës. Gjatë viteve të fundit, Talja ka njohur zhvillim të turizmit me shtimin e hoteleve, bujtinave, restoranteve dhe shërbimeve për pushuesit. Vizitorët mund të shijojnë gatime tradicionale shqiptare, veçanërisht specialitete me peshk dhe produkte detit të freskëta. Operatorët turistik flasin për një sezon veror të mbarë. Prenotimet kanë nisur që herët dhe sipas tyre do të zgjasin deri në vjesht. Korrekt gushti 100%. Qershori ishte i nivelit 50%. Besojmë edhe shtator tetor sepse normalisht parisim edhe prenotime tjera. Veçanërisht të huajt vijnë nga shtete të ndryshme të Europës, ndërsa ka edhe nga ata vizitorë që kthehen sërish këtu në Tale. Shumica janë qytetarë të Kosovës, por që jetojnë në Gjermani, në Zvicër, sidomos në Suedi, por kemi shtetas italian, kemi shtetas gjerman, holandez. Pra, vërejmë që ka një interesim të mjaft të shtuar për sa i përket kërkesave për rekomandim. Numri vizitorëve është në rritje e për këtë arsye në Tale janë shtuar kapacitetet akomoduese. Bizneset përpiqen të përmirësojnë shërbimin, ndërsa vitet e fundit janë hapur ishtazi, hotele, bujtina, bare apo restorante. Sezoni ka nisur mirë, madje ka pasur turistë që në qershor dhe akoma vazhdojnë të jenë, të thash dhe njëherë nga të gjitha vendet e Europës, dhe jemi ndarë shumë të kënaqur. Edhe pushteti lokal e ka në fokus këtë zonë, duke punuar për përmirësimin e kushteve dhe të standardeve që u ofrohen vizitorëve. Këtë vit kemi numër të lartë pushuesish, që nga muaji qershor, jo vetëm nga Shqipëria, por edhe turistë huaj që kanë zgjedhur Talen për bukurinë e saj natyrore, detin e pastër dhe atmosferën e qetë. Ne si njësi administrative kemi punuar çdo ditë për të mbajtur plazhin të pastër dhe të mbajtur në mënyrë që çdo vizitor të largohet me një përshtypje sa më të mirë. Zona e Tales është një nga më premtueset sa i përket turizmit në veri të Shqipërisë dhe po kthehet vit pas viti në një nga destinacionet kryesore në qarkun e Lezhës.